Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi me të pashojësi çdo të mërkur. Në fakt, sot mbushen 15 vite nga 20 janari 2011. Por as sot nuk pam e dëgjuam asgjë të re. Rutina e çdo 21 janari tjetër. Ceremonia që mbahet në ambientet e kryeministrisë me në krye kreun e qeverisë Edi Rama, i cili përsërit të njëjtat fjalë duke ja hedhur fajin drejtësisë apo kundërshtarit të tij, madje sot sulmoi edhe Spakun në emër të kësaj. Nga ana tjetër, Berisha përsërit të njëjtat deklarata të viteve më parë, duke ja lënë fajin Ramës për atë çka ndodhi e të tjera si këto. Me pak fjalë asgjë re edhe nga drejtësia, edhe pse sot nga thirrja e Xhaxhait të Alex Nikës në një takim me prokurorin e çështjes në ambientet e prokurorisë posaçme, u tha se hetimet kanë përparuar ndjeshëm. Megjithatë, për të folur për 21 janarin, por edhe për disa çështje të nxehta të kohëve të fundit lidhur me kronikën e zezë, do të thoja unë, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Shemsi Premçin. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, ish drejtuesi i Policisë së Shtetit. E nisim nga 21 janari, unë e thash në parantezë asgjë e re, përderisa nuk kemi një lajm final nga ana e drejtësisë, sikurse e presin edhe familjarët e 4 viktimave të 21 janarit 2011, por kemi vetëm paralajmërime, hamendësime, perceptime, akuza, kundërakuza e të tjera si këto që i kemi parë në çdo 21 janar. Ku jemi? Ediona, nëpërmjet valve të podcastit tuaj, të 4 familjeve ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta, va kam shprehur çdo vit dhe do të vazhdoj t'ua shpreh ngushëllimet sepse realisht janë 4 të pafajshëm. Në aspektin e hedhjes dritë për këtë ngjarje dhe për të gjitha ngjarjet politike në Shqipëri, është mjerim se askush nuk është i interesuar për të zbardhur e vërteta. Unë në datën 21 janar 2011 kam patur detyrën e drejtorit të forcave speciale të Ministrisë Brendshme, ose siç njihen ligjërisht forcat lëvizëse operacionale, por për opinionin publik që quhen forcat speciale, në të cilat bëjnë pjesë forcat speciale dhe ato të ndërhyrjes shpejt, forcat anti-eksploziv, helikopterët dhe në këtë drejtim edhe ju besoj keni pasur pritshmëri për të thirrur si dëshmitar në SPAK. Absolutisht po, por kur as në hetimet e para dhe as të dytat as nuk jam përfshirë në listën e dëshmitarëve, edhe pse unë kam qenë një pjesë e menaxhimit të tërës në datën 21 janar 2011. Ku qëndron problemi dhe përse? Kohët e fundit, ish kryeministri asaj kohe është shprehur që 21 janari është vrasje shtetërore. Pra, janë ndasur disa vite që ai të bindet se në të vërtet disa segmente të shtetit që ai drejtonte në atë kohë nuk ishin të tijat, ishin të mbushura me kolonat e pesta brenda sistemit të Gardës Republikës dhe të Policisë së Shtetit, të cilët të hodhen në kurth jo vetëm policinë e shtetit, por hodhen gjithë institucionet shtetërore në datën 21 janar. Që është e vërteta, ne kemi patur një takim shumë të rëndësishëm 2 ditë para sa të ndodhte jo ngjarja, kryengritja armatosur, sepse unë nuk e kam quajtur protest. Pas ngjarjeve të vitit 1991 dhe të 97-ës, mund të them që ngjarja e vitit 2011, pra 20 janar 2011, i kalonte protestën. Ishte një kryengritje për faktin sepse kishte para përgatitje. Ne kishim informacion... Çfarë do të thotë para përgatitje? Shiko, Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, sektori për hetimin e krimeve dhe parandalimin e krimeve, kishin informacione të klasifikuara që pjesë nga opozita shqiptare e asaj kohe, eksponent deputet të Partisë Socialiste, në ndërtimin e liderit të opozitës asaj kohe, ishin përgatitur me sende të forta dhe armë dhe mjete dhune për të ardhur në të ashtu quajtur në protest.
dhe madje informacioni përmbante që kishte njerëz, deputet, që kishin marrë angazhime zonat caktuar dhe ishin në garë njëri me tjetrin se kush do sillte më shumë njerëz të fortë, në thonjza, të armatosur, të pajisur me sende të forta, për të vepruar kundër institucioneve shtetërore. Unë kam parasysh vetëm diçka, që policia e shtetit, këtë e them me përgjegjësi të plot, policia e shtetit dhe strukturat e forcave lëvizëse operacionale në datën 21 janar nuk kanë patur në përdorim qoftë edhe njëri prej strukturave të ketë patur armë zjarri. Me përjashtim të një skuadre të kimis që ka patur shotgun për hedhjen e lëndëve lakrimogjene, e lëndë tymuse, dhe në mënyrë kategorike nuk ka patur armatim. Kjo është e shprehur në raportin e dy institucioneve monitoruese të policisë së shtetit shqiptar, Pameka dhe ICITAP, të cilët kanë qenë prezente edhe përpara se sa të ndodhte ngjarja, po edhe pas, edhe gjatë edhe pas, të cilët kanë hartuar një raport të hollësishëm dhe e kanë konsideruar menaxhimin nga strukturat e policisë një menaxhim të pëlqyeshëm, të pranueshëm në pikpamje të menaxhimit të turmës. Megjithë, është e theksuar në raport, me gjithë agresivitetin dhe përdorimin e sendeve të forta. Ashtu si që edhe ata ishin vend dini për informacionin që në turma do të kishte me vete gur, do kishte shkopi në formën për të mbajtur flamurin, po do ishin shkopi të fortë, të cilët do përdorish si armë të ftohta për të goditur policinë dhe ashtu si që do që u goditur. Ne kemi patur në datën 21 janar mbi 140 punonjës policie të plagosur, 40 prej cilëve me dëmtime të theksuara. Dhe ne kemi parë, duke qenë se ishim pjesa drejtuese, edhe liderin e opozitës i cili bënte me shenjë, pikërisht tinë eksponentëve, deputet të Partisë Socialiste, të cilët kishin në komandim grupe të fortëve, të cilët ishin me armë të ftohta në turm dhe goditën policinë. Ndaj dhe unë them që kjo çështje do jetë tepër e vështirë për t'u zbardhur, për dalë përgjegjësit e vërtet, po që se nuk jetohet komplekse që nga shkaktarët e ngjarjes, ata që e shkaktuan këtë përplasje të turmës me policinë e shtetit dhe Gardën e Republikës. Por fakti që edhe kryeministri asaj kohe e ka pranuar që është krim shtetëror, por një pjesë të caktuar, pra Gardës së Republikës, e cila hapi zjarr, e për të cilën ka qenë dieni kreu i opozitës shqiptare të asaj kohe, sepse ka ditur shumë mirë dhe personat janë hetuar, madje një pjesë janë gjykuar dhe dënuar, ndërkohë që kreu i opozitës shqiptare i ka marrë dhe i ka bërë pjesë të qeverisë së tij, të qeverisjes së tij, duke u dhënë mandate drejtorësh, duke u dhënë mandate kryetarësh bashkish dhe së fundit edhe deputet. Në këtë kontekst, personat të cilët kanë drejtuar strukturat e Gardës Republikës për të hapur zjarr në turm, për faktin se u ishte premtuar se do ishin të mbrojtur dhe do ishin në perspektivë, unë them që ngjarja